Një punëtor ka humbur jetën në Kiselavot të Shkupit, ndërsa 4 të tjerë janë lënduar. Ndërsa është mësuar se investitori i ndërtesës është ish-kryetari i komunës së aerodromit Ivica Konevski. Viktima sipas informacioneve është një 34 vjeçar. Tragjedia ndodhi pasi u zu nga një masë e madhe dheu në një kantier ndërtimi. 4 punëtorët që shpëtuan janë dërguar në qendrën emergjente. Njëri ka fraktura ndërsa 2 të tjerët kanë lëndime më të lehta. Të lënduarit janë të moshës mes 35 dhe 45 vjeç, por hetimi do të tregojë rrethanat e sakta të aksidentit. Fillimisht nga Ministria e Shëndetësisë u njoftua se në qendrën emergjente janë transportuar 3 të lënduar, ndërsa më vonë gjatë ditës u njoftua edhe për një të lënduar të 4. Prokurori publik kujdestar nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka kryer ekspertizën në vendin e ngjarjes në lokacionin në Kiselavot, ku si pasojë e një shembje dheu në një kantier ndërtimi një punëtor humbi jetën dhe 4 të tjerë u lënduan. Investitori i ndërtesës, ish-kreu i aerodromit Ivica Konevski, deklaroi se toka ku po ndërtohet ndërtesa është pronë e familjes së tij. Për rastin gjithashtu informoi edhe Ministria e Punëve të Brendshme.